janë her pas here të pranishme dhe në Shqipëri. Doktoresha, ndërkohë, duke qenë se është ulur numri i malarjas, përse nuk është parë asnjëherë me interes për të gjetur një vaksinë kundër malarjas? Apo është e pamundur për ta vaksinuar malarjan? Edhe për ta... Jo, është pyetja shumë e drejtë, mbase është vetëm lokalizimi i shpërthimeve endemike të malarjes që është pikërisht në Afrikë, një kontinent i varfër, që nuk përbën aq shumë ato interesin e BioNTech-ut ose të firmave të mëdha farmaceutike si AstraZeneca, që i pam shumë të zellshme, mund ta quajmë në kohën e pandemisë, ku vende të pasura i blejnë të shtrenjta, kur e din që në Afrikë nuk është fuqia blerëse aq e madhe, patjetër që nuk investohet shumë në kërkimet mbi vaksinën. Megjithëse duhet të themi këtë vit në sajt të këtij trakti që së fundmi dhe OBSH-ja kanë nënshkruar për të parandaluar pandemitë e ardhshme të ardhmen, dhe kur flasim endemi nga malaria, kalimi e dim shumë mirë, kalimi nga endemia në pandemi është me të vërtetë vetëm disa miliona numër të prekurish, pra janë shumë afër nga definicioni me njëra tjetrën. Prandaj dhe OBSH-ja e ka prioritet që edhe vendet e varfra të Afrikës tani më ta kenë në dispozicion vaksinën më të re që ekziston tani prej 2025-s, do aplikohet për herë të parë në Ruanda, që është vaksina e cila ka një efikasitet të lartë kundër malarjes. Në më shumë se sa 12 vende afrikane aplikohet me detyrim që në moshën fëminore vaksina kundër malarjes, por deri tani ka treguar një efikasitet vetëm 30%, Flori, që do thotë që 30% shpëtojnë, kurse 70% po u infektuan, ka një rrezik deri në 70% që të vdesin nga malaria, po flasim gjithmonë për moshën fëminore sidomos. Prandaj dhe kjo iniciative e OBSH-s mendoj që na vjen përmbar, mund ta quajmë edhe ne si Shqipëri, sepse rastet e importuara mes Greqisë nuk kanë qenë të pakta dhe patjetër që zonat myshëqare, siç është zona nga Vidhun, nga Fieri, nga mesi i Shqipërisë, ku ka pasur gjithmonë çmoçale, ka pasur mushkonja, ne njohim malarjen në mënyrë gjenetike, mund ta thuajmë. Nuk ka shqiptar që nuk kanë disa gjene mbrojtëse ndaj malarjes, sepse në paraardhësit e tyre e kanë kaluar diku malarjen, dhe janë shoqërohet pastaj dhe me ndryshime, mund ta quajmë dhe fiziologjike, pra njerëzit të cilët kanë kaluar malarjen në familjet e tyre, kanë dhe disa tipare të cilat deri në sot ditët e sotme i dallojmë. Unë jam një ndër atyre pasardhësve, e dim që ta malaria është e lidhur me sëmundje të tjera të mushkojë, që është talasemia, pra me ndryshime të sëmundjeve të gjakut, dhe jo më kot kur vijmë shqiptarët në Europë, thonë mos janë base ruse, se i kanë mozat e ngritura, që kanë mbase shumë zonja shqiptare, ose siç e thash, unë jam bartës e një gjeni të talasemisë, që ka një ndërveprim shumë të madh në zonat ish-moçalore, pikërisht nga pacientët me malarie. Pra talasemia është vërtetuar që ka një lidhje me malarjen, me pacientët që kanë kaluar malarjen, ose që në brezin e tyre, një brez më përpara e ka kaluar? Është një